Problemi i vendit tonë është mbi të gjitha raporti i përmbysur me ligjin, me shtetin ligjor. Problemi themelor është raporti me korrupsionin, është e tmerrshme, është e paimagjinueshme. Dhe betejë kryesore është çfarë do bëjmë para ato që shohin pushtetin ose qeverisjen sundim të tyre në çdo kolon të shtetit, në çdo kolon në çdo segment të gjitha pushteteve aktuale. Kjo është problemi kryesor. Dhe për të përballur me këtë realitet, sigurisht që duhen njerëz me integritet, njerëz që tregojnë që dinë të bëjnë betejë të forta, jo ato që përdrellën, dhe njerëz të cilët besojnë në këtë vend. Dhe po ta shohim kështu, pastaj edhe analizën e bëjmë pak më ndryshe. Pyetja shtrohet, a kemi mundësi që të gjejmë këta njerëz? Unë mendoj se kemi mundësi. Unë mendoj se ka dje me vajza të reja, sa dush, burra, graboll, kanë disa që e kanë dëshmu, kanë tjerë që kena mundësi për t'i përfshi. Problemet tona kanë qenë gabimet të tmerrshme kur kanë ikën zgjedhjet, kur kanë dorëzuar mandatet, po kjo është kapitulli i mbyllur. Por pjesa më e vështirë ka qenë pjesa kur të kanë vjell vulën, kur të kanë vjell emrin, kur të kanë fut përçarjen, kur të kanë arrestu. Shikon, në qoftë se unë vendosi për të majtë pushtetin duke arrestu opozitën, unë e maj edhe 100 vjetë. Por ne nuk kemi një sistem demokratik. Ne jetojmë një sistem tërësisht tjetër. Kështu që du t'i shofim gjërat pak më thellë dhe mos t'i kalojmë në ca nuanca, dhe më thanë që ikon prej thelbit dhe prej përballjes kryesore me cilat përballet. Jo, nuk ishte çështja e ikjes prej thelbit. Unë kur diskutoj këtë çështje, gjithmonë kam parasysh faktin që unë nuk mendoj që fakti që qeveria është e korruptuar mjafton për t'ikur nga pushteti. Edhe pse teorikisht mjafton jo për t'ikur, por për t'u zënë me gur. Por kjo do duhet parë në raport me alternativën tjetër. Dhe unë përpiqem që opozitën të mos e shikoj thjesht si të keqen më të vogël që të zëvendësoj të keqen më të madhe. Jo, në fakt kemi dy realitete krejt tjera, se kjo parti ka qenë në pushtet dhe ka tregu që din të bëjë gjëra. Dhe ka ikur po për shkak korrupsionit në 2013. Jo, në fakt kur me këtë korrupsion që kanë këta. Jo kaq shumë, po që më pak, ky është pra problemi. Po ne kemi arrit në atë që është e paimagjinueshme. Unë nuk mund të them shiqyr. Ku ka pas skema më shumë dhe vi që vjedh më pak. Ku ka pas incinerator? Po ku mund vjedhë 130 milionet i fuqe në xhep? Po ku përdoreshin grupet kriminale në vend të shtabeve politike? Po ku mund të bllokohej? Po ku mund kishte qeverisje, nuk kishte sundim. Bëj dallimin midis me qeverisë dhe me sundim. Po përpiqem tani që tek opozita sotme të shikoj alternativën politike dhe alternativën qeverisëse. Dhe nëse do dua të jem më shumë kërkues, dhe është e drejta ime si qytetar, si votues, që të jem më shumë kërkues që qeverinë thjesht mos e zëvendësoj sepse u kalb. Dhe hajt kap këtë dru që të mëzoj dora për ta zëvendësuar këtë binarin e kalbur. Por ta zëvendësoj me një material shumë të mirë. Kur ke pas ndonjëherë Partinë Demokratike të lidhur me grupet kriminale? Ma thuj, jo luta ma thuj. Në Shqipëri, jo më fal më thuj. Ma thuj. Kur në zyrën e Sali Berisht ka hyrë në një i krimeve të trafikut? Nuk është ky argumenti. Ua, po kjo thelbi. Kjo thelbi. Unë dua një qeveri më të mirë, dua një qeveri të pa korruptuar. Po ndërkohë, qeveria e zotit Berisha në 2013 unë të shkua me vot pikërisht për shkak të korrupsionit. Jo, ta them unë ty. Se ne nuk duhet të harrojmë, edhe pse kujtesën e kemi shumë të vogël. Me që po flet, në atë kohë ka pas raporte, dhe raporte edhe të BE-s, edhe të SHBA-s, ku flitet për vullnet politik. Korrupsion ka pas dhe do të ketë gjithmonë. Problemi është sa vullnet politik ke për të luftuar korrupsionin. Por unë nuk di një vend më të korruptuar se sa vendi jonë dhe është në vendin e parë. Jo se të thona ne. Një qeveri më të korruptuar, jo një vend. Po sigurisht. Po një jo e korruptuar, inkriminuar. Po ti ke policë që bashkëpunojnë me krimin, ti ke prokuror që bashkëpunojnë me krimin, ti ke gjykat që bashkëpunojnë me krimin, ti ke ministra, ty listën e deputetëve ta ka ba krimin, kur na ka ba një krimi listën e deputetëve? Po qa po flet, o mentor, qa po flet? Po ku ka të krahasum njëra anë me anën tjetër? Po këto është krim, ke bandit.
ke bandit, Nuk ke e krahasoj bandit. pra, por Do më duhet, ju kërkoj shumë ndjes, do më duhet ta ndërpres për shkak Po të s'ka se reklamave për ta relativizimi i rivazhduar- së keqës është një man më madhe për të rritur korrupsionin. si të rrëdhi, Do ishte ta përpjekje për të kërkuar më të debatin mirën. në pjesën e Jo, tretë është dhe të fundit të relativizimi i emisionit të skeqës. 30 minutat të fundit.